sikur për asgjë tjetër në këtë botë. Çdo temë që e kemi spjegu, çdo temë që do ta spjegojmë në të ardhmen, gjithçka na ndërlidh edhe na ofron fort ofër zgjidhjes së problemeve dhe realizimit të synimeve tona, kur ne dashurinë ndaj Zotit e kemi në nivele të larta. Nuk ka problem të pazgjidhur, nuk ka teloshe të pakalueshme, nuk ka smundje të pasherueshme, nuk ka synim që nuk arrihet, nuk ka qëllim që nuk arrihet, dhe sa më shumë, sa më e madhe që është dashuria jonë me krijuesin ton, aq më e lehtë, aq më e shpejt është edhe zgjidhja, edhe përgjigjja në lutjet tona dhe në kërkesat tona drejtue Zotit xhallashanuhu, është shumë më e mirë, shumë më e madhe, shumë më e shpejt. Dhe Allahu xhalla xhelaluhu ve xhallashanuhu në surën El-Maide na është drejtu duke na thonë Bismillahirrahmanirrahim, yuhibbuhum wa yuhibbunehu. Pra Allahu xhalla xhelaluhu ve xhallashanuhu po thot, ai i don ata njerëzit, krijesat e tina, dhe ata e dojnë atë, krijuesin e vet, mëshiruesin e vet. Jo me jetu me Zotin duke u frigu për ndëshkimet dhe duke u frigu nga ndëshkimet që ai mund më na i bo, sepse tërthorazi ne e kuptojmë se kjo dashni kaq e madhe e Zotit për neve, kjo gatishmëri kaq e lartë e Zotit për neve, me na kriju njerëz, me na kriju në formën më të mirën, gjithçka që ka kriju tjetër me nënshtruhe dhe me urdhrue në të mirën e njeriut, nuk e len Allahun xhallashanuhu të atill që na me posin ndëshkus, që na me posit të rrept, që na me posit të atill që ai na çon në xhehenem, edhe nga friga